Kemi kërkuar nga kompania që nëse do të ketë përsëri akses në Republikën e Shqipërisë, duhet të na paraqes një propozim të besueshëm dhe bindës për një numër të caktuar filtrash sigurie për fëmijët tanë. Dhe njëkohësisht edhe një program specifik për të stimuluar mësimin, për të stimuluar mësimin e shkencës, të matematikës, e kështu me radhë. Po fakti është që sot paga mesatare e mësuesve është 950 euro. Është shumë më shumë se çka qenë, është një pagë dinjitoze në vendin tonë, por nuk mjafton. Dhe nuk mjafton për më tepër, po të kemi parasysh ato që sapo thash, që puna e mësuesve, vështirësia në punë e mësuesve nuk shkon duke ulur, shkon duke u rritur. Qëllimi, ambicia jonë edhe plani, jo ambicia, por plani ynë është që në vitet e ardhshme brenda kësaj dekade ne pagën mesatare të mësuesve ta çojmë në 1250 euro. Është e bëshme